Raportohet se është arrestuar në Spanjë Dugaxhin Nikolaj, i dyshuar për përfshirjen e të shtënave me armë zjarri në lokalin Bon Vivant në Prishtinë, më 4 gusht 2023, ku kishte mbetur i vdekur Kastriot Ramadani. Burimet të betimit për drejtësi kanë konfirmuar se Nikolaj, i cili ishte në arre ati, është ndaluar nga autoritetet spanjolle. Ai ishte i kërkuar edhe nga FBI për trafikimin e narkotikëve dhe për 5 vjet dyshohet se ka qenë i përfshirë në trafikimin e sasive të mëdha të marijuanës nga Kanadoja në New York. Ndërsa, me 4 gusht 2023, kishte ndodhur një përleshje me armë zjarri në lokalin Bon Vivant në Prishtinë, ku kishte vdekur një person dhe 4 të tjerë ishin plagosur. I dyshuar për këtë rast ishte edhe Dugaxhin Nikolaj, i cili ishte arratisur. Një javë më pas, policia e Kosovës shpërndau fotografinë e tij duke kërkuar ndihmë nga qytetarët për kapjen e tij. Në njoftimin e policisë kishin thënë se i dyshuari Dugaxhin Nikolaj po kërkohet për vrasje e rënë në tentativë, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, mbajtje në pronësi ose të paautorizuar të armëve. Në bazë të kërkimit të shpallur nga policia, i dyshuari ka 2 identitete, Dugaxhin Lekaj dhe Dugaxhin Nikolaj. Ndërsa për rastin e Bon Vivant, Gazeta Nacionale kishte përcjellur që nga fillimi shqyrtimet gjyqësore, ku po akuzohej Andi Pajaziti, i njohur me novkën italiane. Në fund të procesit gjyqësor, Pajaziti ishte liruar nga akuza për vrasjen e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore, mirë po ishte dënuar me 2 vite burg për armbajtje pa leje.